Dega organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës në Pej ka shpallur një nismë për përgatitjen dhe pastrimin e listave të luftëtarëve të UÇK-s në këtë komunë. Kjo nismë u tha se po ndërmerret me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të qytetit si nevojë për të ruajtur dinjitetin dhe të vërtetën e luftës. Ndërkaq, qytetarët e intervistuar sot thanë se kjo nismë duhet të gjejë zbatim në komunën e Gjakovës dhe jo vetëm. Kjo do të ndodhë në këtë qytetet e Kosovës, veçanërisht në Gjakovë, se na kena pas shumë njerëz që janë mbuar që pa punë hiç. Domthonë kanë marrë statusin e veteranit pa pas nevojë hiç. Jo ka mundën edhe këtu në tjerë. Mirë qenë edhe në Gjakovë, në Prizren, në Prishtinë, gjithka. Pse jo? Pse mos më qenë veteran ai që ja vlen më qenë. Të tjerë qytetarë u shprehen se ata që më të vërtet posedojnë titullin e veteranit duhet të kompensohen në mënyrë meritore. Kush është veteran i sakt, duhet me jap edhe ma tepër, jo sa kanë, se është një shumë e madhe e veteranëve që nuk kanë ekzistu kur. E sot i marrin në kratë që trekuja shumë gjëna. Ma mirë vonë se kur, duhet njerëzit domethënë që marrin paga që s'kon as s'kan kalu ka lufta, është gjëna. Shpresoj që iniciativë shumë e mirë pas kanë bërë Peja, shpresoj që kjo iniciativë të zgjat edhe në Gjakovë dhe ta marrin ata që kanë merituar, me të vërtetë që kanë luftuar, që kanë dhënë kontribut. Rasti i njohur si veteranët që ka të bëjë me fryerjen e listave të veteranëve të luftës është ende në proces gjyqësor që nga viti 2018, kur prokuroria speciale kishte shpallur akt akuzë ndaj disa personave që ishin pjesë e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve të luftës. Në vazhdimsi është kërkuar që të pastrohet lista pasi ka dyshime të shumta se numri i veteranëve është fryer jashtë mase.